Ndodhemi në rrugën e Kavajës në kryeqytet, aty ku rreth pasdites ditës së mërkur kanë zbarkuar forca të shumta speciale. Gjatë një kontrolli të ushtruar pikërisht në këtë zonë është zbuluar se në një banesë e cila ende nuk është bërë me dije për shkak të hetimeve të shumta, ka rezultuar se janë gjetur 10 mina të cilat ishin gati për të shpërthyer në mënyrë të telekomanduar. Nga policia gjithashtu bëhet me dije se ishte pikërisht kjo banesë e cila shërbente për të prodhuar këto mina apo eksploziv të ndryshëm për t'i vënë pastaj në funksion të shpërthimeve të ndryshme, ashtu siç ka ndodhur dhe gjatë këtij muaji. Një mega operacioni i policisë së shtetit ka arritur të shkatërrojë grupin e terrorit në Shqipëri, ku dyshohet se kryenin vrasje me anë të shpërthimeve dhe atentateve mafioze. Ky grup dyshohet për atentatet ndaj Sokol Veizit, Agron Çela, Ardian Kollozit, Besnik Dervishi si dhe 10 atentateve të tjera, të cilat pohetohen orë pas ore nga policia e shtetit. Nga mega operacioni u bë mundur edhe zbulimi një baze të prodhimit të eksplozivit të telekomanduar. Policia bën me dije se në një banesë pranë rrugës së Kavajës u gjetën 10 mina të telekomanduara, një sasi municionesh luftarake si dhe një automatik me silenciator. Në këtë banesë sipas policisë ka jetuar me qira Julian Sinanaj dhe shtetasja Denada Çuni, të dy me origjinë nga Vlora. Julian Sinanaj është i dyshuar si vrasës serial, ku policia e shtetit deklaron se mbi të rëndojnë mbi 20 vrasje të kryera në Greqi dhe Shqipëri. Sinanaj bashkë me disa persona të tjerë kishin piketuar kohët e fundit edhe eliminimin e një biznesmeni në kryeqytet, por që falë ndërhyrjes së policisë së shtetit u bë i mundur parandalimi i saj. Policia ka mundur të arrestojë shtetasit JS, NG dhe Marion Mitro dhe njëkohësisht parandaloi vrasjen e biznesmeni, e cila ishte porositur dhe ishte duke u realizuar nga personat e lartë përmendur. Ndërhyrja në kohë e policisë bëri të mundur që të dështonte plani i vrasjeve dhe të shpëtojë jeta e biznesmenit. Nga veprimet hetimore procedurale të kryera, ka rezultuar se shtetasit e lartë përmendur, në bashkëpunim me njëri tjetrin, janë autor të dyshuar të një sër ngjarjesh të rënda kriminale, ndër të cilat vrasja e shtetasit Sokol Veizi, vrasja e shtetasit Agron Çela. Gjithçka ka nisur pak ditë më parë me arrestimin e shtetasit JS 30 vjeç nga Vlora, i cili ishte mbajtur në vëzhgim nga policia e Tiranës, pasi dyshohet si autor i mundshëm i disa veprave të rënda penale dhe person me rrezikshmëri të lartë kriminale, dyshohet se është autor i mbi 20 vrasjeve me pagesë si dhe veprave të tjera penale të kryera në shtetin grek. Sipas policisë së Tiranës bëhet me dije se ky grup kriminal do t'i nënshtrohet një hetimi të mirëfillt nga policia e shtetit dhe prokuroria e krimeve të rënda. Por kush është Julian Sinanaj? I kërkuar nga policia greke, ai konsiderohet si një serial killer 27 vjeçari lindur në Elbasan dhe banues në Vlorë, që hynte dilte shpeshherë në Greqi, pohon vendosjen e një bombe në banjat e gjykatës së Selanikut në vitin 2010, nga shpërthimi i së cilës rrezikuan jetën mbi 50 persona që nuk kishin mundur të dilin nga ndërtesa. Sinanaj ka pranuar edhe vrasjen e dy grekëve 35 dhe 45 vjeç, njëri prej të cilëve i lidhur me botën e krimit, kurse tjetri kalimtar i rastit. Por policia e shtetit shqiptar deklaron se Sinanaj mund të ketë ekzekutuar vetëm në Greqi 20 persona, ndërsa në Shqipëri ende nuk bëhet publike të dhënat. Ajo që vjen në dyshim është lidhja 27 vjeçarit me organizatën terroriste greke Bërthama e Zjarit, organizatë kjo e cila ka dërguar pako bomb drejt kancelares Angela Merkel, ish kryeministri Silvio Berlusconi dhe ish presidentit Nicolas Sarkozy. Sipas autoriteteve greke mendohet që Sinanaj mund të ketë njohje dhe me të arrestuarin tjetër Ilir Kupa, i aratisur nga burgu i Trikalas. Ekspertët grek presin të mësojnë më tepër detaje për këtë aratisje të bujshme të 11 të burgosurve shqiptar të ndihmuar edhe nga personat armatosur jashtë burgut, disa prej të cilëve i përkisnin edhe familjes së Julian Sinanajt.